ndërgjegjësimin për shëndetin mendor, apo flitet edhe më tepër rreth këtyre temave, e që do duhet të flitej vazhdimisht, por si të qoftë të paktën gjatë këtij muaji u kushtojmë edhe më tepër rëndësi, ndoshta edhe në lidhje me intervistat të cilat i zhvillojmë këtu në studio, apo edhe bisedat që mundemi me i zhvillu me mes tonë në një tavolinë për me kuptu se cilat mund të jenë problemet tona. Por e rëndësishme është që në momentin kur shohim se kemi diçka që nuk shkon apo nuk po ndihemi shumë mirë, jemi duke u përballur me stres në nivele pak më të larta, jo të menaxhueshme, mund të kalojmë në depresion apo të përballemi me anksietet, është mirë të drejtohemi tek profesionistët. E për me marrë këshilla nga profesionist, ne kemi të ftuar neuropsikiatrin, doktorin Ferid Agani, i cili do të ndajë me ne informata sa i përket shëndetit mendor, do të flasim për depresionin, për anksietin, simptomat, çu bëhet diagnostikimi, cili është trajtimi i duhur, sa ka rëndësi, po ashtu edhe aktivitetet cilat i zhvillojmë rrethi, vendi ku jetojmë, ambienti i punës e shumë çka tjetër. Mirëmëngjesi doktor, mirë se na ardhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Do thotë po shënohet si muaji i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor. Është e rëndësishme me fol për këtë temë? Jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë kohë, veçanërisht në këtë kohë të dinamike me sfida të ndryshme si në rrafshin familjar ashtu në rrafshin e gjerë shoqëror. Pra ballafaqimi me situata të ndryshme stresogjene, filluar nga ato endogjene ose të brendshme që ja shkaktojnë vetes, me pritje të mëdha, me ambicie të mëdha, me synime të mëdha për të arritur e që nuk janë në pajtim me mundësit, e deri të ato streset e jashtëm të cilët nuk më varën prej nesh, pra situatat të ndryshme stresogjene, si në familje, ashtu edhe në vend punës, në shoqërinë përgjithësi. Pra është një muaj shumë i rëndësishëm, në cilin në mënyrë të organizuar, sistematike, do të bëhet një përpjekje që të ngritet vetdia e qytetarëve për rëndësinë e shëndetit mendor. Ju dini se problematika e lidhur me trurin në përgjithësi dhe shëndetin mendor në përgjithësi është një problematik e cila për shumë njerëz është ende, si me quajt ashtu, e palejueshme me mendu, një lloj stigmatizimi e rrethon, një hije e zezë, se nëse ke probleme të kësaj natyre, diçka nuk është në rregull dhe atë tejet serioze dhe shumë diçka e panjohur është ka sillet rreth teje. Për këtë arsye njerëzit hezitojnë. Kur fillojnë të kenë probleme të natyrës emocionale, të ndjenjave, të disponimit, të menduarit, perceptimit, përgjithësi që ka të bëjë me funksionimin psikik të njeriut, fillojnë me njerë të hezitojnë dhe lajmërohet një shkallë e lartë e frikës, e cila i blokon. Dhe ata në veç të kërkojnë ndihmë, siç do të kërkonin ndihmë për shembull në rast se kanë problem me kollitje, me tugë, me barkqitje, me dhimbje të ndryshme trupore, të mjek përkatës, të lëmive përkatëse, ata në vend se të bëjnë këtë dhe të kërkojnë ndihmë te psikiatri, që është një lloj internisti për tru, pra për organin e trurit, ata mbyllen në vete dhe madje fillojnë të gjejnë shpjegime të tjera për gjenezën dhe natyrën e këtyre problemeve dhe fillojnë të adresohen personave paramjekësor, paramedicinal, duke tentuar që t'i shpjegojnë ankesat e tyre, që ju duken se janë shumë të çuditshme edhe të frikshme, t'i shpjegojnë në mënyrë jo medicinale, pra të mos i shpjegojnë si smundje. Pra shpresojnë që nuk janë smundje, se janë të shkaktuar me mekanizma të tjerë, metafizik, nga bota e padukshme, etj. Pra, ky muaj është shumë i rëndësishëm që të vetëdijsohemi si qytetar, të gjithë të kuptojmë se kur fillojnë problemet me gjumë, fillojnë problemet me ankth, me frikë, me harresë, me probleme në gjykim, me vështirësi të ndryshme në funksionimin social në kuptim të marrëdhënieve, humbje së shpejt të kontrollit, humbje së shpejt të durimit dhe reagimeve impulsive, pra një ndryshim në sjellje që vërehet, të mos frigohemi. Por me njëherë të kërkohet të paraqitemi. Fillimisht te mjeku i familjes. Mjeku i familjes me njëherë do të diferencon problemet, a janë ato organike, apo janë problemet natyrës psikologjike, pra a ka të bëjnë me funksionimin e trurit. Edhe në atë rast, nëse ka të bëjnë me funksionimin e trurit, atëherë i drejton
pacientët të psikologu ose të psikiatri. Pra, e marrin udhën e duhur dhe fillon trajtimi i tyre. Trajtimi i këtyre probleme nuk do me thonë që me njerë du t'jenë barnat. Shumë herë mjafton vetëm biseda. Mjafton ashtu quajtur psikoterapia, mbështetëse, e cila i shpjegon shkaqet. Ka të drejtë me shkruaj terapi, apo jo? Psikologu nuk ka drejtë të shkruaj terapi, por ka të drejtë të elaboron në aspektin psikologjik funksionet psikike dhe t'ja shpjegon pacientit gjenezën e problemeve. Në qoftë se problemet janë më serioze dhe nënkuptojnë çrregullime biokimike në tru, rritjen e nivelit të neurotransmiterëve, uljen e tyre, çrregullime të ndryshme në balancin e tyre, atëherë udhëzohet te psikiatri. Cilat janë më të shpeshta këto shqetësime apo teme apo këto probleme të shëndetit vendor? Problemet më të shpeshta janë të lidhura me ankthin. Ankthi është ai i cili signalizon, në shumicën e rasteve, signalizon problemin. E tregon se unë i njeriut nuk po është në gjendje me ju përgjegjë kërkesave të cilat janë para tij, pra që ju ka vu të tjerët, që ja kanë vu të tjerët, ose që ja ka vu vetës. Ato që tash ambicjet, synimet e parealizueshme. Dhe në momentet kur unë i njeriut, vetja, ose selfie, si quhet me terminologjinë profesionale, nuk ka në gjendje me ju përgjegjë këtyre kërkesave nga jashtë ose nga brenda, atëherë lajmërohet ankthi, dhe ankthi është më i shpeshti. I pari është ankthi. Nuk është i pari depresioni. I pari është ankthi. Ankthi mund të çojë në depresion? Ankthi tregon se diçka nuk ka në rregull brenda. Dhe tash, varësisht prej individit, varësisht se çfarë karakteri ka individi, çfarë strukture të personalitetit ka ai, çfarë zhvillimi psikofizik ka pas, prej fëminisë e tutje, varësisht prej rrethonave sociale ku jeton, varësisht prej strukturës bazës gjenetike që ka, me çka ka ardhur në këtë botë njeriu, pra ka një trashëgimi edhe gjenetike, gjeneratave të mëhershme e ka në veti. Varësisht prej këtyre faktorëve, ankthi mund të tregon se bëhet fjalë për shembull çrregullim të lehtë neurotik, mund bëhet fjalë për ndoshta një çrregullim pak më serioz të personalitetit, të llojeve të ndryshme, por mund të jetë edhe ndonjë çrregullim shumë serioz psikotik, pra ku bëhet fjalë për çrregullime më serioze të funksioneve psikike. Pra çdo njeri ndryshon dhe janë shumë të gabueshme ato përpjekjet që me marr kopje. Filani kish pas kësi probleme, tash edhe unë duhet me pas të njëjtat. Absolut e paqëndrueshme në aspektin as shkencor, as empirik, as përvojës. Pra, është përfundimisht e vërtetë dhe saktë që çdo njeri është botë në vete. Dhe kur nuk mund të generalizohet. Pra, çdo njeri e ka problemet e veta, natyrën e vet problemeve dhe duhet kuptuar drejt. Pra, ankthi është i pari. Ankthi tash shumë shpesh ndë lidhet me sistemin nervor autonom vegetativ, se njeriu i ka dy lloje sistemeve nervore. Njëri është i vetëdijshëm, që është sistemi nervor periferik dhe qendror, dhe është tjetri i pavetëdijshëm, sistemi nervor autonom vegetativ që i ushqen, ose më mirë me thonë, i inervon, i mbikëqyr, i kontrollon organet e brendshme të njeriut, frymarrjen, zemrën, luktin, zorët, mshizën e urinës, etj, muskulaturën, etj. Ankthi në një shumicë madhe të rasteve, kur grumbullohet në tru, sa e krijohet në tru, thash në atë ballafaqimin e njeriut me situata stresogjene, të jashtme, të brendshme, kur krijohet ai në tru, kur grumbullohet shumë në tru, me u shpreh kështu në mënyrë më figurative, ai shkarkohet, ai mund të shkarkohet. Një pjesë në sistemin nervor periferik të vetëdijshëm, po një pjesë e madhe në sistemin nervor autonom vegetativ të pavetëdijshëm dhe fillojnë probleme, pengesa frymarrje, trauma shpejta të zemrës, probleme me lukë. Se kanë edhe diçka tjetër, ëh? Edhe këtu tash fillon alarmi. Tash këtu njeriu fillon me u frigu. Mos o zemra diçka në pyetje, mos po ndodh ndonjë infarkt, mos është ndonjë çrregullim shumë kritik, etj. Dhe fillojnë mandej vrapimet në ambulanca. Fillimisht në emergjenca, mandej te një mjek, te i dyti, te i treti, diagnostikim, procedura, shpenzime, derisa të shihet se asgjë nuk është duke ndodhur realisht në organe,
por kemi të bëjmë një proces mental. Doktor, pa dashme të ndërprej, po kalim të një telefonat që e kemi, e di që edhe telefonuesit kanë shumë telefonata, disa nuk kanë prit, ndërsa të tjere të po presim, dërsa doktorit të përfundoj një përgjigje. Tash po e marim telefonatën. Alo, mirë mëngjes, cila është pyetja për doktorin? Mirë mëngjes. Apo dëgjojmë? Po, shumë mirë për ndëgjojmë. Përshëndetje, doktor. Unë jam pacientja ju me vite, quhem Fezhrije Sulimani. Sigurisht që kujtohem. Me emër po kujtohen një zërë se dhije, po. Fezhrije. Fezhrije. Mbesa e shokut Sulimani, indjeri tash. Ndrego, tash me ofrut, po. Nuk kom qenë mëtë të jo. Tash nuk jam keq, po tash jam të u përball me, si me thonë, me barkën. Me zort, me ushqimet, nuk po mi pranon, do më thonë, nuk jam të mujtë me zgjedhje dhe të çdo mjek që shkoj familjar, më thotë se na nuk dim për këto, për shembull, intolerancën ushqimore, ato edhe, po më duket kom fillu prapë me pas një farankë dhe po tutna mos po bin depresion, doktor, çka me bo? Po, pyetje me vend, shumë pyetje me vend. Pyetje që dëshirëm ja parashtru zonjës, mundesh nëse jo, e mbyllim telefonatën edhe përgjigjen e merr zonja pastaj për mes televizorit. Po, natyrisht, një pyetje me njëherë e para që vehet është, e keni bërë këtë testin e intolerancës në gluten? Jo, doktor, hala, nuk e kom bo. Ende se keni bo, okej. Jo. Mirë. Nuk jeni të marrë terapi, kur fare, antidepresive ose tjetër? Jam të marrë. Kurse kom ndërprej terapinë e jujve, që e kom reduktu dukshëm, edhe bon vakika 10 dit nuk e marë, nëse ndihem keq, e marë pak. Po. A din? Po. Në rregull, po. Po deshta edhe një pyetje, a kanë këto hapat, a kanë gluten, edhe aty nashta është pyetje pa lidhje, po tyve s'po di kanë me vetë, kërkush s'po përgjigjet. Për këtë pyetjen, a kanë hapat gluten? Gluten, brenda në përbërje. Po, mirë. Që tash po provoj mi u përgjegjën këto pyetje. Faleminderit zonjë shumë për... Faleminderit që u lajmërut. Të falë familjes si po në gjithve. Po më kujtohet mirë rasti për ti për shka po folim. Së fundi, pyetja, a ka medikamente që kanë gluten? Ka medikamente që kanë mbështjellësin me gluten, për përbërje të glutenit, dhe në qoftë se bëhet fjalë për intolerancë në të, atëherë duhet pas kujdes dhe duhet konsultu me mjekun i cili e ka diagnostikuar intolerancë. Në esencë, intoleranca është një smundje e cila bjen në grupin në smundjeve të ashtu quajtura metabolike, pra bëhet fjalë për një mungesë të enzimeve përkase të cilat e zbërthejnë këtë komponent organike. Pra, janë raste si një lloj, të themi ashtu, një lloj alergjie ndërthojza në ushqimet e caktume, për cilat organizmi nuk ka enzimet mjaftueshme për t'i trajtuar edhe për të marrë me to. Por shëndrimi i energjisë negative të ashtu quajtur ose energjisë anksioze, se ende shkenca nuk e ka zbulu çfarë lloj energjie është ankthi, edhe kjo është një problem. Pra, na ende nuk e dim, është ankthi energji bioelektrike, ajo është ankthi në formë të valve elektromagnetike, është ankthi energji kvantike, çka është ankthi? Ende nuk e ka zbulu definitivisht. Ajo ekziston, por na nuk e dim de facto cila është struktura fizike e tij. Dhe këtu është duke u punu natyrisht. Dhe të disa pacient, kur zgjat procesin një kohë gjatë, kur ballafaqimi me stres, si në këtë rast me humbjen e personit të dashur, bashkëshortit, dhe kur ballafaqimi me këtë humbje të madhe, zgjat me vitet të tona, atëherë ankthi dhe depresioni i cili me kohë është kriju, pra kanë fillu disa ndryshime biokimike në neurotransmiter,
si që janë për shembull serotonina, norepinefrina, kanë fillu me ra në aktivitet ata. U zhvillu edhe depresioni krahas ankthit. Atë kur kjo zgjat, një kohë gjatë, atë një pjesë e madhe e kësaj energjie negative, anksioze, depresive, fillon me u somatizu, me u shëndru simptome trupore. Dhe në këtë rast e kemi shëndrimin e asaj mërzie, ati depresioni në simptome trupore. Dhe këto psikiatra gjerman, psikiatria gjermane ka quajtur depresion i larvum. Pra, depresion i msheft. Larva, e dini çka është? E dini ai krimbi që shndrohet në flutur, për cili del flutura, është ashtu. Do thot, konsiderohet si depresion i maskum, i msheft, që nuk vajtoni, nuk keni lot, nuk mërziteni haptas, nuk ju vrejnë të tjertë, po ju keni probleme trupore. Dhe këtu në këtë rast është e mundur me ndohë somatizimi i ankthit dhe depresionit në sistemin e tretjes. Që reagon, pra do të që mund të vrejmë këto ndryshime edhe në sistemin tretës. I vrejnë, të gjithat i vrejni. Po kur shkonit e mjeku nuk konstaton asgjë. Bëhen gastroskopi, bëhen kolonoskopi, shihen me kamera nga brenda, zort, lukthi, asgjë nuk shihet. Edhe në këto raste mund të bëhet fjalë për depresion të maskum dhe për nevojën me e trajtu depresionin edhe pse ai nuk ka shenja tipike manifeste të depresionit, si që është pikëllimi, mungesa interesimit, motivacionit, energjisë, fillimi i vështirë i ditës, pagjumësia, etj. Këto mungojnë, por janë simptomat e traktit, për shembull në këtë rast, traktit tretës. Por megjithatë, edhe pse jemi mjaft sigurt në diagnozë, kërkohet diagnostike, edhe kjo ai për shembull intoleranca në gluten, kërkohet si mes të tjerave, kërkohet kërkohet mos e rastisht bëhet fjalë për ndaj çrregullim metabolik ose intoleranca nga laktozë, do thotë në komponenta të ndryshme ushqimore. Dhe pastaj janë diagnoza. Me të fundit ajo e trajtimit të ta marrin depresionit të larvum ose depresionit të maskum. Pra dhe kisha sugjeruar në një bisedë, një intervistë, me qenë se është paciente imja, është e liruar prej gjitha pritjeve në ambulancë, do të kanë prioritetin e tyre, pa marrë parasysh kur i kum pas pacient, kështu që në çdo moment, çdo ditë mundin me pas qasje të unë për një konsultë të shkurt. Fillimisht një konsultë të shkurt, sa me bën një plan të punës edhe mandej me vazhdu. Me vazhdu me punë. Faleminderit, po ashtu edhe zoni që e bëri këtë pyetje dhe tregoi hapur dhe po tregon që dëshiron me ndihmu vetën në këtë rast, po edhe të tjerat. Bëhet fjalë për një zoje e cila vjen nga një familje intelektuale që moti edhe me nivel klart vetdijes edhe për këto probleme, prandaj shumë bukur, mënyrë të natyrshme, prezantoi veten, e tregoi thuti, ajo po fol për një problem me rrugë frymarrjes, me një bronhitis i cili po e mundon ose në i problem me tension gjakut, po gjithë du t'jemi si kur zonja. Të gjithë du t'jemi si kur zonja, ta kuptojmë problemin, ta diskutojmë, ta debatojmë, provojmë me gjithë zgjidhje dhe ka zgjidhje. Dhe kjo është më mira. Doktor, ka pas edhe telefonata tjera, të shonë që ose kemi edhe një. Alo, mirëmëngjes, cila është pyetja? Që se mundemi shkurtimisht në mënyrë që t'i lëm hapësirë dhe pyetjeve të shumta që kanë ardhur në Viber. Alo? Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, zonë, cila është pyetja? Dhe ishta me banë në spari një pyetje për doktorin, që kam respekt shumë, jam më nuk shumë që një vetë me kontaktu, po sa s'ka tërmen deri në vitin tjetër. E une, kur është me angë, dikosh munduhet se veç aty e kam shërimin, po s'ku mujt me kontaktu. Edhe tjetra është që kam përdor hapa që një vetë kondër angë, këtë jam 32 vjetë, po e kom pas edhe djalin gji, e kjo mu ka bon edhe vesh, po tha mu si kom shkaktu edhe djalit dam. Edhe tjetra, veç dishta me vejt doktorin, a kalon në i herangte, a larguhet në i herangte. Po, shumë pyetje me ven, po? Po, se nuk mund është këtu me diskutu, kër e diskutaj me në i kanë thët, po kjo është çmenduri, këtu në heri kanë thënë çmenduri, a disa mërzitna. Ma shumë mërzitna, kur e diskutaj, se sa kur e maj kështu, ma keq, kur e diskutaj me dikan... Edhe ma keq. Absolut nuk më kuptojnë. Absolut tojnë ti po tu të shti. Edhe doktor, kur eci, pse kam që të lipstimin kam, si kur më shtrengon diqka.
Adin nuk moj me ndru hapa. A vjen kjo prej ankthit. Okej. Faleminderit për pyetje. Respekt shumë. Mu ma po një termen. Se nuk moj me kontaktu Një asnjë. termen, po thot. A bani termin. Jam mirë që qëlloj doktore sot. Që unë Shumë observa kur e pash. për ata që kom ardhur te ju s'keni mujt me mri deri te unë, po që unë erdha te ju edhe Okej. po e mbri një numër të madh të atyre që për fat keq nuk po mujnë me mri kur po doje me njerë, po kjo realiteti jon. Për momentin jam në atë situatë që nuk po muj me të vërtet fizikisht me i përballu të gjithat, sepse asnjëherë s'kum dashur bo kompromis me kvalitetin e punës që e bëj, më janis me i shkurtu vizitat, me kry shpejt, për 4-5 minuta edhe qebarnat. Këto se kum leju veten, më u bon 42 vite që punoj si psikiatër, prej vitit 1984 atje, të largët. Dhe natyrisht mandej ai puna, kvaliteti i punës e fiton besimin të pacientët, po tash numri i pacientëve është i madh. Dhe e patë edhe vetë edhe ju e patë se sa emocionale janë këto përshkrime. Janë shumë përshkrime emocionale të gjendjes psikike dhe shumë njerëz vujnë edhe i majnë këto probleme, sepse siç e dëgjut, një interpretim i jashtëm totalisht i gabueshëm që s'ka lidhje as me shkencë as me profesion. Ankthi qenë ka çmenduri. Ankthi qenë ka një gjendje e cila kur nuk shërohet. Ankthi njëherë me bo me të prek kur mos s'po viken veti, që s'është e vërtet, absolut jo. Ankthi është sikur kolitja për rrugët e frymarrjes, për mushkëri. Çka është për mushkëri kolitja? Për tru është ankthi. Dhe duhet me kuptu njësoj si kolitjen. Kur filloni me mu koll, a ju ka panika, friga? Jo. Thunë, jo ftov diçka. Nëse duhet më shku drejt e mjeku. Edhe nuk ka komponent emocionale aty, anksioze. Kur paraqitet ankthi, është problem indikator, tham, i vështirësive të caktuar brenda trurit. Por është pozitiv, ankthi o pozitiv, ankthi signalizon, ankthi tregon që diçka s'ka rregull dhe më shku me fol me ekspertin. Edhe tash, ankthi mundet me thash mu shëndru në simptome trupore. E patëm rastin parës, kur mund të jetë një transformim i energjisë anksioze në probleme të ndryshme të tretjes, të ushqimit, në lukth, në zorë, e tjerë. Mund të ketë ankthi probleme edhe me hecje që përmendi Zoja. Do thot me pas vështirësi në hecje, gjatë hecjes me shkaktu, me arrit tonusin muskular. Por njëkohësisht kjo mund të jetë edhe mund të jenë edhe probleme tjera neurologjike. Prandaj, nuk është kjo situatë bardhëzi, shumë thjesht me i spjegu në gjërat, por mund të jetë shumë e mundshme që nëse personi ka ankth në organizëm, atëherë ai më shku në sisteme të ndryshme të organeve edhe atje mu shkarku. Për shembull, ka pacient të doktor s'punën përbi me të gëlltitje. Shkon në për analiza, bojnë gastroskopi, orofaringoskopi, me kamera, shohin kur gjo, e ka probleme. Ose me dur, me gjymtyr, edhe bojnë elektromioneurografi me gjylpana, në fund dalin mirë krejt. Do thot, është e mundshme me pas probleme të tilla. Tash pyetjet që i bani shqyqusja, detajet e këtyre pyetjeve tash pak ndoshta edhe mikën prej fokusit. Me qënë se tha që ka përdur, do të diçka që ka përdur lojbare, mos i ka shkaktu dëm edhe fëmijën. A ka mujtë e fëmijën me diku, po, kjo problem. Shqyqoni, kjo problem real, kur lajmërohen problemet në periudhën e lehonis, ose në periudhën e shtatzanis të grad, atëherë mund të ketë edhe interferenca me jetën dhe funksionimin e foshnjës në bark, ose të foshnjës porsalindur. Dhe natyrisht duhet pas kujdes. Në shumicën e madhe të rasteve, kolegë, psikiatër, mjek, kanë kujdes në të se cilat medikamente mund të dalin në qumsht e cilat nuk dalin. Pra, sot ka antidepresiv që me shkallë të lartë të sigurisë është vërtetu që nuk dalin në qumshtin e nanës edhe mund të përdorën edhe kër ki fëmiju në gji. Po bëhet fjalë për depresionet puerperale ose depresionet e lehonis. Po ashtu edhe për smundja dhe matrona psikike.
Pra, sot mjekësia ka përgjigje për çdo situatë. Nuk ka nevojë me qenë në panik, çka do të bëj unë, kom angst, kom depresion, kom probleme tjera të natyrë psiqike, e nuk guxoj me mirë shtatzon, ose me mirë shtatzon çka bëhet, ose mas lindjes çka bëhet, pra nuk ka nevojë me bëj kësi pyetje të rënda vetvetes, po duhet me apo profesionistit dhe ka përgjigje. Doktor, unë po vazhdoj me pyetjet, cilat kanë ardhur shumë pyetje dhe po mundohem që se cilës me jap hapësirë. Thot përshëndetje, e kam çikën 16 vjeç, kohët e fundit është shumë e tërhequr, nuk dëshiron të dalë nga shtëpia dhe nuk e intereson kur gjë. Si non, çfarë duhet të bëj? Duhet bisedoni me vajzën, duhet të provoni të kuptoni a ka ndonjë shkak ajo sjellje, shumë herë bëhet fjalë për reagim emocional në një situatë konkrete. Nëse s'ka asnjë rrethane e cila e shpjegon ndryshimin e sjelljes, atëherë të provohet të motivohet vajza të bisedohet me psikologun, me një psikolog kompetent, me cilin do të shpalosen problemet. Një nga një, eventualisht mandej në fazën e ardhshme edhe me një psikiatër që merret me problemet e fëmijëve edhe të rinjve. Duhet kuptuar që ne si shoqëri me numër shumë të madh të rinjve dhe jemi popullatë shumë e re në përgjithësi, kanë shumë këtë lloj probleme dhe këtë lloj të shqetësimeve. Përpara i kemi definuar si krizat adoleshencës, pra të kalimit prej moshës pubertetit në moshën e triturit, një periudhë e cila është shumë dinamike dhe shoqërohet edhe me ndryshimet shumëta hormonale edhe psikologjike të zhvillimit, ndryshimit, transformimit fizik, trupit e tjerë. Prandaj nuk duhet marrë në mënyrë dramatike problemi, natyrisht duhet përjashtuar që në fillim eventualisht konsumimi i substancave psikoaktive në këtë moshë, që mund me qenë të ndërlidhura me ndryshimin e sjelljes, edhe pastaj të veprohet ashtu siç thash, pa panik, tu bisedu, tu vendos raportin e besimit me vajzën këtë rast. Dhe në këtë mënyrë me provu me te kalu problemin. Nëse shihet që nuk po mjafton ajo lidhje dhe ai angazhim emocional i juaj, ajo dashuri të cilën ja ofroni si stabilitet vajzës, atëherë e diskutoni me të mundësinë, ndoshta me bisedu me një psikolog ose psikologe, edhe me i elaboru ndjenjat pak ma thellë. Thot përshëndetje, kam pas një divorc të vështirë, pasi përfundoj e gjitha, kam fillu me pas sulme paniku, frikë, marramendje dhe ndjesi sikur po më ndalet fryma. A është kjo diçka serioze? Në bazë të asaj shka thatë, vetëm në bazë këtyre ankesave, absolut jo serioze. Absolut jo serioze, madje e pritun, normale, një gjendje e re, një status i ri social, pra shkëputje e një martese, me siguri për shkaqe cilat kanë qenë të arsyeshme, dhe tash një realitet i ri në cili duhet mu adaptu. Këto e në ato rrethonat kur personaliteti duhet mu ballafaqu me sfida, të cilat i ka te kaluar një mënyrë shumë vite më herët, kthehet në një tjetër nivel të funksionimit dhe kjo periudha adaptimit mund shoqërohet me ankth. Thot një tjetër, burri im ka humbur punën para 6 muajsh dhe prej atëherë është shumë i qetë, nuk flet dhe rën veç vetë. Si ta bindet të kërkojë ndihmë profesionale, është 50 vjeç. Fillimisht duhet pa burri apo e ndin veten keq. Nëse është i qetë, çu thot, edhe nëse ai thotë jo mirë, jam në rregull, nuk kam nevojë pak jam më i qetë. Ndoshta është një periudhë normale adaptimit të tij në rrethonat e reja, ka ngel pa punë. Po nëse ai nuk e njeh veten mirë, nëse mundohet këtë mënyrë me i jap vetit pushim, të tërhiq prej aktiviteteve, prej realitetit, nëse ai nuk është në gjendje me u përgjigj obligimeve të tij si burr, si njëri prej antarëve të familjes i cili ka përgjegjësi krijimin e bazës së mirë ekonomike, krijimin e të ardhurave financiare etj. Që sa nuk ka gjendje këto me i kry e mohon këtë realitet dhe vazhdon të sillet në mënyrë jo adekuate, atëherë ndoshta është mirë me bisedu me të, me motivu për bisedë me një ekspert të shëndetit mendor, qoftë ai psikolog në fazë të parë ose psikiatër. Të përshëndetje për ju dhe doktorin, ndeshta me pyet se sa herë të jem në stres, nervoz apo mërzitem, më dhem lukë shumë dhe nganjëherë kam të vjellur. A ndikojnë të gjitha këto? Në shumicën e madhe të rasteve, ankthi
nëpërmjet sistemit nervor autonom vegetativ që përmenda, ndikon në punën e lukthit, e shtil lukthin me prodhu thartin, thartina grumullu me lukt fillon me jap simptoma. Dhe shumë herë, kur ekziston kjo lidhje në mes të faktorit stresogen dhe simptomeve gastrike, atëherë në shumicën e madhe të rasteve bëhet fjalë për gjendje të ankthit. Thot një tjetër, kur ballafaqohem me fëmijët e humbetëruan dhe dal nga vetja, fëmijët s'mund t'i lëndoj, por filloj bërtas me zë të lartë, çaj dhe ndonjëherë godas vetën. Një nën ka shkruar një pyetje. Do thotë, këto janë një prej 3 grupeve të simptomeve, të cilat më shpeshti hasen te çrregullimet e ankthit. Çrregullimet e ankthit janë disa forma dhe prej çrregullimeve të ankthit mund me dalë neuroza të llojeve të ndryshme. Mos më hitash në detaje, e më lodh me diagnoza me shifra, por po them se ankthi në shumicën e madhe të rasteve është i shkaktuar, tham, në situata të stresogjene, të stresit, prapë e përsëriti, i cili mund të qenë i shkaktuar nga ambicjet personale të paralizueshme, por mund të jetë edhe reagim në një realitet të jashtëm, siç e patëm rastin në bisedën e parë me humbjen e bashortit, për shembull, ndryshimi i madh i realitetit, ose kjo biseda e fundit, humbja e vendit punës, etj, kriza ekonomike e tjetër. Pra, në këto rrethana të stresit, paraqitet ankthi. Në këto rrethana të stresit paraqitet ankthi. Pse paraqitet? Sepse në tru, në radhë të parë në korteksin prefrontal, këtu në pjesën ballore të trurit të madh, vjen deri rënja e aktivitetit serotoninergjik, si e quajmë na. Një neurotransmiter që quhet serotonin bjen në aktivitet. Kur bjen serotonina në aktivitet, lajmëron 3 grupe të simptomeve. Të tretin e ka kjo shqetësuesja që pyeti parës. E para është dëmtimi i koncentrimit. Pra vëmendja dobësohet, edhe interpretimi i pacientëve, ato që thotë doktor po harroj. Në esencë nuk bëhet fjalë për harres, mandej e lidhin prej kur kom marrë vaksinën kundër Covidit, ajo ma ka shkaktuar harresën. Kemi gjetë një shkak. Do thotë, mu lidhen diçka që shpjegon, po ajo nuk ka ndërlidhje shkencore të shpjegueshme. Do thotë, vëmendja e dobësuar, ul koncentrimin, përqendrimin vëmendjes dhe njeriu nuk ka gjendje me e majtën mend se jo, që nuk ka gjendje me rikujtu. Po mas pari as nuk mund të mi majtën mend atë punë. Kjo është e para. E dyta është siguria në vendimmarrje. Pra një moment kur bjen serotonina në aktivitet, atëherë fillon me qenë i pasigurt, në dilemë, ata boja mos ta boj, ata bleja mos ta blej. Ka nevojë me pyet dikën, patjetër mu siguru para se të merr vendime. Dhe e treta është kontrolli i impulseve agresive. To që e përmendët parës, humbja e shpejtë e durimit, reagimi impulsiv dhe mandej ndjenja e fajit më vonë, për shembull këtë rastin e nanës edhe fëmijëve. Këto 3 grupe të simptomeve nuk janë gjithmonë prezente të 3 për një herë, mund të jenë 2, mund të jetë vetëm njëna, po të 3 e shoqërohen me ankth. Pra ankthi e shoqëron secilin prej këtyre. Pra krahas këtyre simptomeve të izolume, të veçume, i kemi edhe ankthin gjithmonë si përcjellës të tyre, e kemi prezent në pasqyrën klinikë. Sot, përshëndetje, desha me pyet mjekun nëse ke stres dhe depresion, a mundesh me mbes shazan? Pa asnjë dilemë. Pa asnjë dilemë, mundesh me mbes shazan, pa asnjë problem. Por, natyrisht, është mirë mi adresu shkaqet e ankthit dhe depresionit. Në mënyrë që shtazania më shku ma e qetë, ma e lumtur, me qenë për jetim pozitiv, mësë me qenë për jetim negativ, se ajo shkon dyqysh. Ato 9 muaj ditë dyqysh kalojnë, por nuk ka mirë me kalu me piklim, me mërzi, me humbjet e energjisë, pa vullnet, pa motivacion, pa interesim, pa dashuri për fëmijën që po vjenën në jetë, me marrëdhënie të ngarkuara bashkëshortore e tjerë. Pra, duhet mu adresu shkaku, por me kohë, por natyrisht shtazania mundet me ndodhë. Keni një përshëndetje, thot, për doktore Shkurte Berisha, po thot, kam qenë paciente ti para 10 vjetëve. Tash e 6 muaj, thot, jam shëru, jam shumë mire, përshëndesim edhe ne Zonion, kurse po vazhdojmë me pyetje të tjera.
Përshëndetje, doktor, thot jam në moshën 56 vjeçare, jam me diabet, tension të lartë, kolesterol, por problemi është se po kam pa gjumësi, edhe qatë kohë sa bëj gjë më shfaqen ëndra. Desha me dita është problemi me angth, apo depresion, edhe pse dëgjoj ligjërata fetare, thot po qetësona shpirtëresh, faleminderit për mirë kuptim. Pjesa shpirtërore e personalitetit njeriut është jashtëzakonisht e rëndësishme kur on pyetje shëndeti mendor. Ajo pjesë është e rëndësishme edhe të shëndeti trupor, shëndeti fizik. Por, me qenë se shkenca për atë pjesë nuk ka përgjigje adekuate, atëherë diqysh met si anash. Thjesht masi nuk di se shka je, atëherë përbona që nuk ekziston. I bjen kjo punë që është gabim. Dhe mirë është anën shpirtërore gjithmonë me e kultivu, edhe qysh nëpërmjet leximit. Nëpërmjet leximit, duke lexu, duke zgjeru diapazonin e dijes edhe për anën shpirtërore të tij, njeriu e stabilizon personalitetin e tij, edhe mendor, edhe fizik. Ndërsa kur janë pyetje simptomat të ndryshme trupore, të cilat mujnë mu paraqit të trupi i njeriu si rezultat i ankthit dhe depresionit, natyrisht folëm për to dhe janë shumë të mundshme dhe shumë herë janë ekvivalente, ashtu quhen ekvivalente somatike të disponimit depresiv. Pra në vend se me pas një manifestim të depresionit me lotë, tuçajte, me mendime për vetvrasje, me mendime të zeza, me humbje të perspektivës, me ndjenjën e fajit e tjerë, ke shumë ankesa trupore, ke ankesa fizike, të cilat janë ekvivalente trupore të atij disponimi depresiv. Do thotë problemet e gjumit gjatë natës, posaçërisht janë probleme të cilat e shoqërojnë shumë depresionin dhe natyrisht janë reflektim i problemeve të ndryshme të cilat ndodhin në trurin e njeriut, nivelin e neurotransmiterëve dhe receptorëve ku ata veprojnë dhe kur ankthi është prezent gjatë ditës në masë të madhe dhe ka impakt, ka ndikim në jetën personale të njeriut, atëherë ai reflekton edhe gjatë natës në formë të ëndrave të ndryshme. E të ëndra tash është një element i rëndësishëm klinik i cili i dallon ëndrat, jo ashtu të mira të këqija, po i dallon aspektin klinik të rëndësishme dhe të parëndësishme ndoshta, ose më pak të rëndësishme, e kjo është a e ndërpren ëndra e keqe kontinuitetin e gjumit, a e nxjerr gjumin. Nëse ëndra e nxjerr gjumin dhe ju zgjohen në pikë natës edhe jeni me e shqetësume, me traunë në shpejtë të zemrës, pengesa frymarrje, dridhje trupi, djersitje e tjera dhe nuk muni me kontrollu atë ankth, atëherë bëhet fjalë për atë se egoja, ose më mirë me thonë selfi, vehtja juaj, nuk po në gjendje me siguru integritetin e gjumit, nuk thonë ka vështirësi, dhe kjo është signal për me kërku ndihmë të eksperti i shëndetit mendor. Në përgjithësi, këta persona të cilët po përballen me ankthin, përveç ndihmës profesionale, çka u rekomandoni në anën tjetër me bu? Atë që thash, ambiente dhe aktivitetet që përfshihen? Këshilla më e mirë është me ik stresit, sot keni mundësi. Stresit me ik, qysh, me u shmang, në çfarë mënyre, duke e njohët veten. Pra, mos me i qitë vetit objektiva qëllimet parealizueshme. Mos me maj sytë në Instagram, në Facebook, e që ajë qaboni, që qaboni, që ajo, që ky, edhe tu pa, që ajë mërini, unë s'mërina, edhe këtë mënyrë tu i vu vetit kufi të cilët nuk arrihen edhe tu shti veten në ngushtic. Pra mos me shti veten në ngushtic. Shpesh e marë për vozica, e marë si shembull, sikur kur je me automobil të mirë, të shpejt edhe do mi kalu, po atje po vjen një tjetër, e atia mos ti në te i kalim. Mos hin, rri pak mrapa, majë një distancë, su bonami, relakso pak, mos e streso veten. Kjo është këshilla numër 1, më urujt për stresit. Për shumë streseve të jashtme nuk mu i mirujt. Më qiti pi punës, ma tha një fjallë të rondë, nuk po më kupton konfliktet e ndryshme, si martësore, si në vend punës, si jashtë, në shoqëri. Do thotë, janë disa situata së një ik stresit, po sot mundesh me ik. E dyta, ky ankth të cilin stresi e krijon, e stresi është pjesë e përditshmërisë, dhe ne jetojmë në një përditshmëri shumë intenzive, ky ankth që krijohet është mirë mu liru prej organizmit. Në çfarë mënyre?
me u liru prej organizmit në radhë parë me një aktivitet sistematik fizik, trupor, me ushtrime trupore. Të fillu prej hecjes, e të vrapimi, e të ushtrimet në natyrë, e të ushtrimet në salat përkatëse, për gjimnastik, pra aktivitet trupor, por sistematik është me rëndësi me qenë i rregultaj, në mënyrë që me pas si një lloj ventili shkarkus, që kjo energji negative e ankthit e cila po shetit, po krijohet në tru, po shetit në për sistemin nervor, dy llojet e sistemit nervor në trupin ton, të shkarkohet nëpërmjet aktivitetit muskulor. Dhe secili prej shiquzve mundet me qenë mundet me u bo i vëmendshëm për këtë dhe me kuptu efektin pozitiv, vetëm nëse qysh është të na shiquz tash, veç pak qohet, pak i shtrin dur, trupin, i shtrin kamët, pak, edhe e shet qysh si diçka si një farshkume, po del pi trupit edhe po lirosh. Që unë tash pini vetën, shumë ma i relaksum se para 15 sekundave. Kjo është qaj ankthi i cili është tash në muskuj. Dhe kjo është, unë them, të këta futbol dashësit, kjo është si me ta qitë topin në penal. A vedin? Edhe mi mshu gol me japë. Do të po të vjen ankthi që po krijohet në tru, po shkon në për lukëte, në për organet jashtë me rrugë frimarjes, rreth zemrës, gjithka, po të bon 100.000 të lashe, në fund po vjen edhe po rinë në muskuj, dhe aty po pret me ushtrime trupore të thjeshta që mujnë me gjatë 10-15 minuta, 20 minuta, 2 herë në ditë, e shkarkon jashtë trupit. Dhe e treta, ajo që e thash, do të thotë leximi për dimenzionin shpirtëror, për anën shpirtërore, mos me harru atë pjesë. Fatkeqësisht, të dalë për një sistemi komunist, edhe sistemi shkollor, na ka met pa këtë dimenzion edukativ, pa e dimenzion shpirtëror fare, dhe nuk lexojnë, as rinia nuk lexojnë, as nxënësat as rinia shkollor nuk lexojnë. Lere më të vjetrit, duhet lexohet për këtë pjesë, çka do literaturë relevante e cila është natyrisht e bazuar që vjen prej njerëzve eminent, prej autoriteteve të shteteve të ndryshme që shkruajnë për raportin mes shpirtit dhe trupit. E deri te librat fetar, deri te librat nga krijuesi i madhërisht, me qenë se jemi shoqëri shumë besimtare, e besojmë Zotin, atëherë leximi këtyre burimeve teorike e kënaq shpirtin. Se shpirti është energji metafizike, është energji prej krijuesit. Dhe si e tillë e jep jetën, por në anën tjetër jep edhe një burim të stabilitetit psikofizik. Prandaj edhe ajo është me rëndësi. Pra, me X stresit, aktivitet sistematik fizik, lexim për dimenzionin shpirtëror, 3 mekanizmat fuqishëm me inimu vetës. Doktor, po e marrë edhe një pyetje të fundit, po e lexoj edhe pse shumica prej tyre janë të ngjashme, doktori ka përmendur për ata të cilët nuk na e kanë ndjekë qysh prej fillimit të intervistës, mund ta gjeni në KTV sot te Kuavisioni Pro në YouTube, aty ku postohet krejt biseda dhe mundeni me dëgju prej fillimit deri në fund. Të përshëndetje doktor, motra ime ka disa probleme me lukte, nuk arrin të përbij mirë, ndonjëherë ka të villa dhe i humbet oreksi për ushqim. Ka lëvizje të shpeshta, bie për të fjetur dhe zgjohet shpesh. Po ashtu ka barkëqitje veçanërisht prej orës 3 të natës deri rreth orës 12 të ditës. Ka dhe humbje peshe, duket goxha e stresuar. Thotë ju lutem, a mund na jepni një këshill ose çka na rekomandoni me bo? Faleminderit. Po, pyetje të shpeshta dhe rekomandimi numër 1, natyrisht të përjashtohet baza organike e problemeve. Pra një vizit të një gastroenterolog, i cili fillimisht do të analizon gjendjen, statusin fizik të pacientit, organeve, a janë çdo gjë në rregull në atë aspektin fizik, dhe nëse çdo gjë del në rregull dhe simptomat persistojnë, atëherë të konsultohet psikiatri ose psikologu. Në këtë rast kisha thonë psikiatri, meqense po bëhet fjalë për një grumbull të simptomeve të ndryshme në pjesë të ndryshme të ditës, dhe mandej në punë me ta, me psikiatër, unë mendoj që ai ankthi somatizum, ai ankthi shëndrum në simptomet trupore të traktit të tretjes në këtë rast, do shkon të reduktu. Ka edhe medikamente shumë të mira që nuk krijojnë bashkëmëri, e cilat e stabilizojnë sistemin e tretjes. Tash nuk po du me jap emra, se me njëherë njerëzit shkojnë në përbërnatore, provojnë mi marë mënyra të ndryshme, por ekziston mundësia dhe
natyrisht që rekomandimi është që nëse çdo gjë në rregull në aspektin fizik, të kërkohet ndihma psikiatrike. Doktor, shumë faleminderit për kohën që keni nda me qenë pjesë e emisionit mëngjesit. Ne edhe kemi ditë këtë pjesë që jeni shumë i ngarkuar, por edhe Ku e pa përshtatshme, pak për shkak se pacientët e caktuar që janë tu prit. Atje po kam mirë kuptim, i kërkova falje dhe kur e kuptuan arsyeën tash mundi më përcjellën në televizion tash.